Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në një natë ftoftë muajit nëntor të vitit 1938, miliona amerikanë kanë të ndjek të përcjell një prej atyne radiove në atë kohë që ka qenë që ka emrin sot kësaj dite tash është televizion, mirë për në atë kohë ka qenë radio që është CBS. Dhe ajo radio ka qenë duke transmetuar njërin prej koncerteve muzikore që është zhvilluar në njërin prej hoteleve luksoze të New Yorkut për shkak të festës së Halloweenit. Duke u përcjell ky farë koncerti muzikor, kur mes të koncertit vjen një lajm i papritur, vjen një lajm i jashtëzakonshëm, edhe spekeri ndihet e shqetësuar, edhe del mi tregu një lajm të jashtëzakonshëm amerikanëve në atë kohë. Lajmi ka qenë se afër qytetit të New Yorkut ka zbrit sipas tyne, domethënë një anije kozmike. Mirë po, kene me qenë her pas here në zhvillime që kena me ju tregu dhe kanë dërgu atje reporterë, njerëz të ndryshëm, ka marrë në pyetje dëshmitar okular, pastaj kanë shkuar edhe domethënë përgjegjës të administratës, e komandante, pjesëtar të ndryshëm të shëndetësisë, me këshirë me konfirmu lajmi se çfarë lajmi është ai dhe çka po bëhet. Amerikanët të cilët janë qenë duke përcjell, thuhet se kanë qenë rreth 6 milion amerikanë duke përcjell këtë rrjetin radiofonik. Në atë kohë nuk ka pas, domethënë, ose ndoshta nuk ka pas televizion, mirë po ajo çka ka qenë kryesore kon në radio. Her pas here u ndërprerje koncerti dhe vishin me, domethënë, me zhvillime të reja se çka ka ndodhur, çka është të ndodhur. Dhe njerëzit i kapi paniku, Disa për njerëzve më herë i kanë marrë kjerët e tyne, veturat e tyne dhe kanë shku në vendet të ndryshme, i kanë mbledh të gjitha gjësandet dhe ju mendu me ik. Dikush tjetër u shku te shokët ose te familjarët e vet për me kshir me u taku me ta që ndoshta kjo është ajo hera e fundit që po dojmë u taku. Disa për tyne e kanë thirrë policin me kërku sqarime, bile thuhet se me mira telefonata ka pas policia që me kërku për ty në sqarime se çka është duke ndodhur dhe për me shkurtimisht edhe për me kërku një vallaj qetësie, një farë qetësimi për ty në se domethënë ka shkaktuar kogje një farë paniku të madh. Më vonë vërehet se kjo ka qenë një pjesë teatrale, një pjesë shfaqje teatrale, mirë po organizuar qasësorje që njerëzit e ka besuar si të vërtet. Askush për ty në nuk e ka besuar si një shfaqje teatrale që po realizohet dhe protagonistët që janë ai spekeri bashkë me të tjerët, mirë po shumica e njerëzve e kanë besuar një ngjarje të vërtetë, bile thuhet se 1 milion amerikanë e kanë besuar si ngjarje të vërtetë. Kjo ngjarje e cila ka ndodhur ka qenë si objekt më vonë i studimeve të ndryshme në aspekte të ndryshme, sidomos në aspektin medial, në aspektin psikologjik, në aspekte të ndryshme shoqërore, edhe sociologjik. Dhe domethënë ata njerëzit e ndryshëm, hulumtuesit ndryshëm e kanë drejt atë rrezikun e madh të mediave. Rrezikun e madh çka mundet me shkaktuar një media e cila mundet me i transformu njerëzit, e mundet me shkaktu panik, e mundet edhe, domethënë me ndiku me një ndikim shumë të madh. Bile njëri prej atyne përgjegjësve kryesor të Hitlerit, ai përgjegjësi kryesor për informacione për media i Hitlerit thotë, na nuk ishim mujt me marr pushtetin, e as edhe me ndiku tek njerëzit, po të mos kishte qenë radio. Kështu edhe ai Mussolini, domethënë e kanë shfrytzuar në maksimum për interesat e tyne dhe për me pas atë farë pushtetin, me mbajt pushtetin e tyne dhe domethënë me ndiku te masat e gjona. Domethënë këtu vrehet ai farë ndikimi i madh i mediave që sot asaj dite kanë këto media të ndryshme, të cilat në atë kohërat e mëhershme kanë qenë thjeshta. Një radio ka mund domethënë me shkaktuar që si në kësi ndikimi të madh, mirë po më vonë me ardhen e televizionit, me ardhen edhe domethënë të rrjeteve sociale, me ardhen edhe të rrjeteve sociale, tash inteligjencës artificiale, kemi të bëjmë domethënë me diçka e cila është e jashtëzakonshme
dhe bile tregohet se njëri për atyne përgjezve, aleikum selam, përgjezve amerikan ka thonë se në qoftë se radio ose mjetet mediatike janë në dorën e një grupi të caktuar të njerëzve, atëherë ka me pas probleme për shoqërinë dhe s'ka me pas liri të vërtetë. Në vitet e 1920, do të thonë vitet e 20-tave të shekullit kalum, është një personalitet kyç, i cili ka ndiku një ndikim të madh, bile disa konsiderojnë se njëri prej atyre personaliteteve më të mëdha në histori, njëri mes atyre 1000 personave në histori, i cili ka ndikuar dhe ka lënë gjurmë të madh në fushën e medias. Edhe pse nuk është i njoftun ky person aq shumë, mirë po në botën e medias njihet. Ky ka emrin Eduard Bernays, i cili ka emigruar prej Austrisë, ka shkuar në Amerikë dhe doja e tij ka qenë Sigmund Freudi. Ky është rrit atje në Austri dhe i ka thith ato mendimet e ideologjisë edhe ideologjitë e dojes së tij na Sigmund Freudi, do të thonë psikoanalizës, dhe pastaj ka marrë këto edhe u mundu me praktiku edhe me zbatu në media edhe në gjërat e tjera, sidomos do të thonë me fut psikologjinë në media, në mënyrë që me manipulu me masat e gjona. Do të thonë ky është ai pioneri kryesor i manipulimit me masa, ose do të thonë njeriu i cili ka qenë prekursor në çështjen e marrëdhënieve me publikun dhe ka shumë prej librave bile edhe ato qarqet e mëdha dhe kompaniat e mëdha bile dhe qeveria në atë kohë kanë thirrë edhe me përfitu prej përvojave të tij. Kjo ka një thonje të tij që po duam të citu edhe pastaj me të kaluar në temë, se kjo është vetëm si një hyrje për me kallëzu atë rëndësinë e madhe edhe po në të njëjtën kohë edhe rrezikun e madh të mediave dhe çysh njeriu, çysh muslimani çka do të me vepru në raport me dezinformatat, fake news, thashëtheme të ndryshme që përhapen në media apo në rrjetet sociale. Kjo ka atë fjalën e tij që thotë, nëse e kuptojmë mekanizmin edhe motivet e mendjes kolektive, a nuk është e mundur të kontrollojmë masat dhe të nënshtrojmë ato sipas dëshirës sonë, pa qenë ata të vetëdijshëm për këtë. Do të thonë, sipas tina, ka mundësi që na mi përdor masat e gjana edhe mi orientu ka një orientim i caktuar, mirë po pa e vërejtë ata se janë të manipulum. Pa e vërejtë ata se janë të manipulum. E sot njerëzit, në gjendjen aktuale, mëse shumë të që ndikon të ta, janë këto rrjetet sociale, media në përgjithësi, lajmet, të cilat janë të burimeve të ndryshme. Bile ta shkues fundit me ardhen e inteligjencës artificiale, kjo është bo edhe ma e komplikume edhe ma komplekse, për arsye se sot ki edhe që njihet në ditën e sotit quhet deepfake, video ose audio e gjeneruar me inteligjencë artificiale që ti nuk mundesh me vërejt a është e vërtet apo jo, a është video e cila është bërë me inteligjencë artificiale, mirë po flet njeriu, po del një hoxha ose po del një kryetar i një shteti. Bile para disa kohë, çish mundet me ndiku media, para disa kohë po të mbon një video fake, një video të rreme të Imamit Haremit Sudesit. Kinse ai ka dalë në hutbë dhe e ka leju alkoolin. Bile njëri prej atyre të cilët e njeh edhe cilët është prej udhëheqësve fetar, pa të pyet çysh ka mundësi me dalë Sudesi edhe me thonë këtë fjalë. Derisa i tregova se ai është video rrem, është video bome me inteligjencë artificiale, mirë po që tregon për rrezikun e madh. Sot, këto gjëra të cilat na servohen neve, për mediave, për rrjeteve sociale, për influencerëve të ndryshëm, janë të ndryshme dhe, është një farë lufte në mes të njerëzve, në ata se cili që ka me kallëzuar narrativin e vetë, atar versionin e vetë, dhe cili për njerëzve ka me qenë i pari, cili plason lajmin edhe i cili, ka me mshif disa të dhana, ndoshta në esencë e haberit, lajmi ka me qenë esencë, lajm në të vërtet, mirë po është ambalazhu me shumë gjërat e tjera, të cilat pastaj ja e dhon një kohë të caktuar. Mshihen disa fakte, kallëzohen disa fakte,
një ngjarje e caktuar për shembull nuk i vënohet vëmendje, a një ngjarje këtë atje që është aut për shembull një ngjarje e caktuar që ka të bëjë me neve ose me një ngjarje të madhe, të një ndodhije të madhe që ndodhin atje për shembull në botën islame, për shembull nuk kallëzohet fort ose nuk japen lajme që shon, ose nëse japen vetëm aty pakës edhe me një narrativ caktuar, me një kohë të caktuar. Mirë po, kur vjen puna atje tek një kengur në Australi atje, do të thonë japen një farë haberi, një farë lajme se çka ka bë kenguri edhe ka thy komën edhe çështo. Do të thonë ka një lajm atje që smeriton me mbush mendet tona me atë lajm, na observohet pse dikush ka një qëllim të caktuar, ka një qëllim të caktuar se do të na servo. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzuar se çysh me vepru, do të jenë masaneja kjo në mënyrë të detajzuar se çysh me vepru, me ndërvetu me këto situata dhe çysh do të me çysh domethënë kur na japet ndonjë kur na servohet ndonjë lajm se a do të më vërtetua, do të më besu më një herë, a janë disa filtra që duhet na me vendos atë lajm në ata filtra në mënyrë që pastaj ai lajm pastaj me besu ose mos me besu. Do të jenë kjo. Mirë po qëllimi është me kallëzu se, më thonë, njerëzit e ndryshëm, edhe çarqe të ndryshme janë ata të cilët bojnë mënyra të ndryshme të japin lajme të ndryshme, por i mshefin disa fakte që thash i japin një narrativ të caktuar vetëm për me shkaktuar ndoshta dezinformim ose mi jap tekst të veçantë një lajm i caktuar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që dashta me e përmend në këtë rast, edhe pse do të vjen masanej, është se çfarë përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa dietarë konsiderojnë se është hadith mursal, disa dietarë thonë se është hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po megjithatë është kuptim i mirë dhe i që ka ardhur në Islam. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Me Islamit të mirë të njeriu është me lënë diçka që nuk e intereson. Pra diçka që nuk e intereson as në dunjë, as në ahiret, s'ka më merr me atë gjë, qoftë për lajmeve, qoftë për thashethemeve të ndryshme të njerëzve, të cilat, domethënë, veç ta marrin ty kohën edhe ta marrin angazhimin edhe ta marrin ty vëmendjen, në vërtet ajo çon kurfar peshe edhe nuk i kurfar përfitimi pej sajna. I gjon njerëzit për shembull kolegë në për punë ose në për institucione të ndryshme, kur ndodh ndonjë lajm që përhapet në herë e përfolin atë lajm, qoftë ai i rëndësishëm apo i parëndësishëm. Domethënë mbushin mendjen e tyre, mbushet vëmendja e tyre, pastaj edhe ata masanej nuk kanë edhe energji më marr me punë tjera. Për këtë arsye kur nuk na intereson ose që nuk është e dobishme për neve në këtë dunjë ose në ahiret, atëherë nuk duhet me i dhon tekst veçantë ose nuk duhet edhe më marr me asin e lajme. Edhe pse tek të tjerat mund me kon lajm interesant, po vjen edhe ai edhe shkon. Po veç ta mush kryt edhe të bën presion, edhe lodhesh ti me gjithë fal lajme, a kur vjen ka për shembull për me mësu fen ose për diçka të rëndësishme, atëherë nuk ke mbetet ty energji, se ta bën edhe puna, masanej edhe këto lajmet e shumë ngarkesa të ndryshme, edhe njeriu të ditën çështu merret edhe s'ka vakt më marr me gjërat e tjera. Nuk ka vakt më marr me gjërat e tjera. Pra ajo mediat edhe rrjetet sociale, tash edhe inteligjenca artificiale, janë ato të cilat, domethënë, mundën shumë në të ardhmen, edhe në të kaluamën, kanë ndikuar shumë maset e gjona, për shembull për me mbajt një televizion ose me mbajt një kanal satelitor, duhen para të shumta, që s'mundet një person i caktuar përveç se nëse është miliarder ose multimilioner me mbajt atë televizionin e caktuar, se ka shumë harxhime. Domethënë për një kanal satelitor mesatar $2 milion përmendet. E lema që ka të tjera që me $100 milion. Ka njerëz të cilët shpenzojnë, bavaki kanë ato kanalet satelitore të ndryshme, kanë ato kanalet televizive të tyne. Mirë pa ata çfarë qëllimi tyne, thuhet në media se në media mbjell dikun edhe korr dikun tjetër. Domethënë s'është kush që me mbjell këtu edhe me korr në media. Me pra mbjell dikun tjetër, sa asaj kompanisë
të ndryshme, domethënë e cila për shembull merret me shitjen e duhanit, asana i takon ajo përfiton në shitjen e duhanit. Mirë po, rëndësia e saj në është që me bërë reklama që nuk është edhe aq e rrezikshme për shembull shitja e duhanit për shembull, ose kur ka gjëra të tjera që dojnë mi çu përpara dhe me i dhon tekst të veçantë diçka sidomos në aspektin ose politik ose edhe material ose domethënë aspekte të ndryshme, domethënë janë ata të cilët janë që e vnojnë ato theksin, domethënë që përfitojnë materialisht për atyne, mirë po përfitojnë dikon tjetër. Çka duhet me vepruna si musliman? Në ka thonë feja, a gjenë fe ton diçka se qysh me ndërvepru me këto thashë thëme, me këto dezinformata, me këto fake news të cilat po marrin hovë edhe gjithmonë edhe më shumë dhe njeriu nuk mundet me kontrollu, sepse të tjerët shfrytëzojnë atëfar dobësinë e kritikës ose atëfar mendësisë kritike tek njeriu. Domethënë shumica njerëzve ajo mendësia për me kritiku edhe me marr çështjet me rezervë nuk është edhe aq e shprehur. Domethënë me njëherë shumica ose një pjesë e madhe njerëzve me njëherë si të servon ndonjë lajm e thonë pa ç'ish ndodhi. Unë kom po ata. Ajo ka mundësi me kone gjeneruar me atëfar domethënë inteligjencën artificiale. Është dhon një kohë caktuar, aty na lajmi që në esencë është ndoshta mundi me koni vërtet. Por njerëzit janë prirur pra me i besu. Nuk janë prirur për, si me në thonë, me nal, me marrë me rezervë edhe me marrë një farlej, me pas një farsinësi kritik të ata. Ose dikush tjetër e përdor atëfar dobësinë që kanë njerëzit, ose nuk kanë kohë për me i verifiku lajmet. Edhe ajt vjen, edhe të thotë transmeton Buhariu edhe Muslimi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë kështu edhe të përmend me faqe edhe me numër të hadithit. Me këshirë pak ma thellë, del se aja është hadith i shpifon, po ai të ka për për njerëzit mazat e gjona me e thithë dhe me gëlltit këtë që për observohet, si hadithi pejgamberit alayhis salam, ose si një thonë e dietarëve, ose një thonë e dikujt në sahabët pejgamberit alayhis salam, ata e ambalazhojnë me çto? Pse se e dinë se njerëzit në përgjithësi nuk kthehen burim për me konfirmu. Kush kthehet për shembull në libra me këshira a është e saktë kjo, për shembull tek Buhariu apo nuk është e saktë. Rrallë për njerëzve. Po njerëzit domethënë e besojnë një gjë të tillë. Për arsye më shumë që gënjohet sot për to është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vijnë edhe dietarët. Domethënë më shumë që gënjehet edhe që shpifet për ta janë dietarë, hoxhallar të ndryshëm, domethënë të cilët njerëzit shpifin për ta se kanë thonë këto, se kanë vepruar ato. Prandaj njeriu domethënë duhet me pas kujdes. Është një ajet kuranor që do me përmend dhe me trajtu këtu, që është rregull kuranore, e cili na tregon se çish do të na me ndërvepru me këto lajme të cilat janë thashëthëme apo dezinformata. Është ajeti në surën Al-Hujurat. Pastaj edhe ka disa ajete të tjera të cilat do t'i përmendi, të cilat japin informacione shtesë se çish do të me vepru. Ajeti kuranor thot Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. O ju të cilët keni besuar, o ju musliman, o ju të cilët besoni Allahun azza wa jall. Në qoftë se vjen një fasik, çka do të thonë fjala fasik, është një gjunahçar, një njeri gjunahçar, musliman po gjunahçar. Në qoftë se vjen një gjunahçar me një lajm, ju sjell ndonjë lajm. Atëherë ka ardhur fatabayyanu. Kanë ardhur dy kirajete. Edhe këto dy kirajete e sqarojnë njëra tjetrën edhe plotësojnë njëra tjetrën. Se ka më shumë se sa një kirajet në të Kuranit. Në që i lexojmë është Hafsi prej Asimit, mirë po ka dhe kirajetet të tjera. Dhe këto kirajete janë të cilat të gjitha janë të zbritura, i kanë zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjitha këto nuk janë që e kundërshtojnë njëra tjetrën, po e plotësojnë njëra tjetrën. Ka ardhur në këtë kirajetën tonë që e lexojmë Fatabayyun është një kuptim, ndërsa në një kirajet tjetër është fatathabbatu. Ka dallim mes këtyre. Fjala fatathabbatu është vërtetoni lajmin. Nëse dikush prej fasikave, prej gjunahçarëve, ju sjell një lajm, atëherë vërtetoni atë lajm. Nuk po thot ajeti kuranor që më refuzu fillimisht atë lajm. Mirë po thot vërtetoni atë lajm. Që do me thonë se në qoftë një i devotshëm ju sjell një lajm, atëherë pranoni për ti.
Kjo do të thonë me argumentu me ata të kundërtën, me të nënkuptuar që në arabisht i thojmë mefhumul mukhalafa. Nëse dikush prej të devotshmëve ju sjell një lajm, atëherë pranon atë lajm. Përveç se nëse vërehet përmend që ai lajm nuk ka bazë se ka gabuar transmetuesi ose diçka të ngjashme. Përndryshe pranoni. Mirë, ky gjinaqari po thot ajeti kuranor vërtetani. S'po thot refuzoni, po thot vërtetani. Kjo vërtetimi është i saktë apo jo lajmi. Pra vjen një fal lajmi, çfarë do lajmi që është, domethënë që ka të bëjë me tregti ose me politikë ose me një ngjarje të caktuar ose me një çështje të caktuar, çfarë do të çështja ajo, qoftë fetare, qoftë edhe e kësaj bote, atëherë po thot vërtetani. Mirë, ajeti tjetër ajeti tjetër që na e lexojmë është fatabayyanu. Fjala tabayyun ka kuptimin shtesë, që domethënë nuk mjafton vetëm vërtetimi. Më vërtetu se është lajmi i saktë apo jo. Mirë po, është ajo qartësimi se në çfarë rrethane dhe në çfarë konteksti është thonë çaj lajm ose është vepruar çaj lajm ose dikush e ka përcjell çaj lajm. Për një shembull për më sqaru, një shembull për jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas zakon me bëj itikaf në xhami. Dhe e kanë pas zakon dikush prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nga një herë me vizitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai në itikaf në xhami. E dihet që ato domethënë dhomat e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë gjitazi me xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një herë vjen Safia, gruaja e tij Safia bint Huyej për me vizitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kthen. Pasi që ka qenë natë domethënë e kthen dera e dhomës së saj, e shtëpisë së saj. Atëherë në atë moment kalojnë dy persona kalojnë për ensarve, edhe kur e shohin që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpejtojnë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ala rislikuma inha Safia. Mos u ngutni, se kjo është Safia, domethënë gruaja e jam. Mirë, ata masani kanë treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ata nuk ka mundësi me pas dyshime ose nuk ka mundësi me hy dyshime të rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po vim tash po them kështu. Nëse ata të kishin përcjell këtë lajm diku na tjetër, edhe kishin më thon për shembull se e kena pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një grua. Ai shkon lajmi i saktë? I shkon lajmi i saktë. Mirë, po ata të cilët e kishin ndëgju, atëra kishin me keq kuptuar dikush pe tyne. Që do të thotë, e kena pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një grua, vahi që s'kon mahremi i tina. Domethënë që s'kon grua e tina ose dikush pe familjarëve të tina që e ka domethënë e ka haram me u martu me ta. Ose gruaja ose dikush e ka haram me martu me tu, sikurse domethënë me kanë motra dikujt ose diçka. Mirë, po këtu domethënë ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, nëse dikujt tash dikush kishte me kuptu pe sonë fjalës që i ka përcjell ai tjetri se ka pas mundësi me kon gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka pas mundësi me kon edhe dikush tjetër. Që do të thotë se nuk mjafton vetëm vërtetimi i lajmit, po duhet edhe me këshir se në çfarë konteksti, edhe çfarë rrethane, edhe çfarë janë ato gjërat të cilat, domethënë nëse njeriu kupton drejt ngjarjen, kishte me pas një mendim pak më ndryshe se sa që më përcjell ngjarja e tij se veç ashtu. Pra Allah azza wa jall na ka urdhëruar që me vërtetu lajmin, por edhe me sqaru lajmin në çfarë rrethane dhe në çfarë konteksti është thonë. Kjo ajet kuranor ka zbrit për një shkak të caktuar. Shkaku është që përmendet dietar Bela ibn Abdul Barri e përmend se kjo ngjarje sipas ijmait të dietarëve ka ndodhur për shkak, domethënë zbritja e ajetit ka ndodhur për shkak të kësaj ngjarje. Harith ibn Dirar ka qenë njëri prej atyre udhëheqësve të fisit Banu Mustalik. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja pa të dërguar njërin prej sahabëve të tij për me shku tek ai për me marrë zakatin. Domethënë për me marrë zakatin që e ka ai Harith ibn Dirar që ka grubulluar zakat për me çu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, se ky ka qenë jashtë Medinës, dikon shkretir. Ai i cili ka pas për obligim me shku, në gjysmë rrugës u kthy.
u friksu, edhe u kthy. Edhe kur ardh i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka dashur më vra. Ka dashur më vra Harith ibn Dirari, edhe s'ma ka dhënë zakatin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon dikon tjetër për me shku te Harith ibn Dirari. Kur shkon ata, ai veç niset se ky është vënu, tha diçka ka ndodhur. Atëherë po nisan për Medinë, edhe e takojnë ata Harith ibn Dirarin, e takojnë në mes të rrugës. Kur takojnë në mes të rrugës, atëherë i thonë ata, atë ka ardhur ti filan fisteku, edhe ti ke refuzuar mja dhon zakatin, edhe o kon rrezik që ti edhe me mbyt ata, me vra ata, ka thonë vallahi pash ata që ka dërguar Muhamedi me të vërtetën, kjo nuk ka ndodhur as që ka ardhur tek unë. Dhe pastaj kur shkon te pejgamberi alayhis salam në Medinë, thotë pejgamberi alayhis salam ke atë personi që të kam dërguar, a ke kërcënuar që do ta mbysësh edhe se ke dhënë zakatin, vallahi thotë nuk ka qenë vërtet. Atëherë për shkak kësaj, domethënë ka zbrit, për shkak kësaj ngjarje ka zbrit ky ajet kuranor. Pra ky ajet kuranor është njënë për atyne gjërave të cilat në ndihmon neve se qysh duhet me vepru në raport me dezinformatat, me lajmet të ndryshme, thashatëdhme të ndryshme, nuk është e caktuar veç me konë në raport me media, po është edhe në jetën e përditshme. Në jetën e përditshme, për arsye se dikujna prej muslimanëve mundet me ndodhë një çështje e rëndësishme, një çështje e tillë, në familjen e tij, sa përket gruas së tij. Mundet për shembull burrit me ardhi mesazh nga një femër, unë me kona e kolege punës ose dikush tjetër. Dhe gruaja më herë si të sheh për shembull që është mesazh, atëherë thotë për tratan burri. Nëse nuk e konfirmon, nëse nuk e vërteton lajmin, atëherë mundet më shkatru familja. Edhe burri, domethënë në raport me gruan e tij, mundet asaj në diçka më ardh, edhe ky tash më dyshu se mos po shkruan ndonjë dashnor, ndonjë dikush i cili ka filluar ajo ndonjë lidhje dhe po tradhon këto, atëherë nëse nuk e konfirmon, atëherë shkatërrohet edhe familja. Pra, ky ajet kuranor, ajo që ka përfituar për ajetin kuranor, nuk është vetëm në raport me lajmet sa i përket mediave ose me lajmet e ndryshme, mirë, po ka të bëjë me lajmet në përgjithësi. Domethënë konfirmimin e lajmeve në përgjithësi. Është edhe një çështje me rëndësi se domethënë jo çdo kush i cili një herë të ka thonë të vërtetën, ai person e thot gjithmonë të vërtetën. Është ai hadithi e Abu Hurajrës që ka ardhur shejtani në formën e njeriu edhe ka vjedh, pastaj Abu Hurajra ka toleruar një ditë e dy, në fund ka dashur me dërguar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë se po ta kallzoj një dobi nëse e vepron ti ato, nëse e thua do, nëse e thu të spidohen, nëse on fjalë për të spidohen, atëherë s'ka më të afru shejtani, ka më truga Allahu azza wa jall. E ka dhe e kalon. Abu Hurajra radhiyallahu anhu nuk e ka marrë me çute pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha atëherë ai personi përsëri ka thonë po, edhe më tha që ashtu, tha unë e lëshova se më kallzoi një dobi, domethënë që më mbrojt Allahu azza wa jall. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund i ka thënë sadaka ke wa huwa kadhub, ka thonë atë din me kanë ke pas punë te Abu Hurajra, ka thonë ai ka qenë shejtani, ai ta ka thonë të vërtetën, mirë, po në përgjithësi është gënjeshtar. Tash, në jetën e përditshme, nëse dikush reporter, gazetar, nuk janë tash krejt të njëjtë, ose domethënë që mund me shtinë në një thes. Nuk janë të gjithë të cilët e bojnë kësaj. Mirë, po ka një pjesë e gazetarëve të cilët domethënë i manipulojnë lajmet ose i çojnë domethënë sipas një narrative të caktuar, i mshefin disa gjëra. Mirë, po nuk domethënë që një herë dikush i cili të ka lëvdu qatë hoxhën tënë, ose ka lëvdu dikën, ose ka fol mirë për islamin, a në anën tjetër hidh vazhdimisht vërejrë për islamin, dhe më thonë edhe njerëzit me herë i besojnë atina, pse se vesh një herë a i ka fol mirë, edhe i ka mashtru masët e gjona. Dhe më thonë që me i besu një personit, për shkak se një herë të ka thonë vërtetën, edhe ty të ka bind, ose dikën tjetër ka bind. Ndërsa është vërtetu me 100 herë që ai është gënjeshtar. Pra, jo çdo herë që njeriu e cili e thot një të vërtetë, ose ndoshta e thot të vërtetë, po e mbështjell me një të vërtetë, sikur sa ata falltorët, kur i marrin ato lajmet prej qiellit që vijnë shejtanat, atëherë ata shejtanat mundën me sjell ndonjë lajm i cili është i saktë, mirë, po ata e kamuflojnë dhe mbeshin me 99 rëna,
një vërtet me 99 rrena dhe pastaj njerëzve të tjerë ju servojnë atë lajm, e që njerëzit për shkak të asaj 1%, atëherë e besojnë lajmin si të vërtetë. Jo çdo herë pra një person i cili e thot një herë të vërtetë, edhe thot të vërtetën. Në anën tjetër, në qoftë se e marrim ato pasojat, ose para se me ardh te pasojat. Jo çdo lajm që e dëgjon njeriu dohet me e postu ose me servu ose me kallëzu. Janë disa lajme që njeriu merr gjëna nëse i përhap ato. Edhe pse mundën me qenë lajme të vërteta. Kur janë ato, cilat janë ato lajme? Janë ato lajme që kanë të bëjnë me interesin e përgjithshëm të njerëzve. Sa i përket frikës, sigurisë, kështu me radhë. Domethënë, se ajeti kuranor thot një ajet kuranor thot Allah Azza wa Jall, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih. Ka nga njerëzit që vinë dhe kur një çështje e cila lidhet me siguri apo me frikë, domethënë është interesi i përgjithshëm njerëzor, i popullit, komunitetit, grupit njerëzor, janë të cilët janë ata që e përhapin. Domethënë edhe i shtin njerëzit në panik, sikurse ai që e përmendëm më herët. Domethënë ai ka qenë shfaqje teatrale, por ka shtin njerëzit në panik. Sa njerëzit domethënë përhapin këto lajme sidomos në kur ka lufta ose kur ka ngjarje të mëdha. Domethënë shkaktojnë panik. Ai mund të më kon lajme vërtet, por nuk do të më shkaktu panikën. Nuk do të më shkaktu panikën. Edhe ubih, wala radduhu ila Allah wa rasuli wa uli al-amri wala radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sikur ta kishte kthyer tek pejgamberi, edhe tek ata të cilët kanë autoritet, atëherë kishin ata dietarët të cilët posedojnë dije, kishin me zgjedh ose me nxjerr për këtina lajme. Që do të thonë se jo çdo lajm i cili është i vërtet, duhet më plasu edhe duhet më kallëzu të tjerëve. Duhet më kallëzu të tjerëve, sidomos kur ka të bëjë me sigurinë publike ose me shkaktimin e panikut ose çështje të ndryshme, dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam këta ka praktikuar në jetën e tij të përditshme. Për shembull në luftën e Ahzabit, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, domethënë duke qenë në luftë, jashtë ka pas rreth 10.000 veta, cilët kanë dashur, kanë vendosur ato tendat e tyre dhe kanë pritur atë rastin e volishëm për me sulmu Medinën. Ata kanë qenë për mushrikëve, për fiset Ghatafan e të ndryshëm që kanë ardhur dhe kanë dashur me shfaros Medinën. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka pas edhe një marrëveshje me Banu Qurayzën. Mirë, po në momentin më të papërshtatshëm, më të pavolishëm, ata kanë thyer marrëveshjen. E ka marrë vesh pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se ata kanë thyer marrëveshjen. Mirë, po ka dashur mos me shkaktu panik. Çka ka thonë, i ka dërguar dy persona, Saad ibn Ubada dhe Saad ibn Muadh, ka dërguar, ka thonë, shkoni tek ata dhe shqyrni a është lajmi i saktë ajo. Vërtetën sa është i saktë ajo. Në qoftë se është i saktë, atëherë ma tregoni atë lajm indirekt, domethënë jo në mënyrë të qartë, domethënë mirë, po në mënyrë që vetëm unë e kuptoj, i ka treguar atë mënyrën që çysh më treguar atë lajmin. Nëse nuk është lajmi i saktë, atëherë kallëzoni të gjithëve që të marrin vesh se nuk të ka lajmi i saktë dhe na jena domethënë rahat. Kur janë ardhur ata edhe kanë treguar pejgamberit alayhis salam se është lajmi i saktë, se kanë thyer marrëveshjen, plus atje domethënë jashtë janë ata të tjerët, domethënë mushrikinët dhe fisë Gatafanët e tjerë, domethënë ka qenë ngjarje kogja e vështirë, se kishte mund të shkaktu panik. Mirë, po vetëm pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ndoshta edhe një grup rreth tij e kam kuptuar që u thy marrëveshja. Se do të thotë se edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka praktikuar këto në jetën e tij në përditshme. Edhe njeriu kur ka të bëjë me gjëra të ndryshme, domethënë me gjëra që ka të bëjnë me interes të përgjithshëm, nuk duhet mi përhap ato lajme. Nuk duhet me i përhap ato lajme. Pra fillimisht duhet mi konfirmu, pastaj nuk duhet mi përhap çfarë do lajmi, po edhe në anën tjetër duhet me pas mendim të mirë për muslimanët. Në qoftë se djen ndonjë lajm nga ndonjë musliman, ka ndodhur diçka, ka bërë një veprim, është për fol për shembull se ka bërë zinë ose ka bërë një vepër shumë të madhe. Mas pari do të me vërtetu mirë, po do të me shiku a është i saktë edhe mas pari do të me pas mendim të mirë. Jo dikush për shembull me një herë që për shokën e tij që vazhdimisht ka nejt, ose për hoxhin e tij që vazhdimisht rrim me të dhe din se çfarë njeri është, ka shoqëruar një periudhë të gjatë, edhe vjen dikush
për shkak se është ndiku pe lajmeve, se është ndiku pe diçkafe tjetër, edhe i thot ja përcjell se jo vallai ç'ky hoxha ose ç'ky personi pas ka vepruar çfarë veprën. Edhe ai më herë më i besu. Do thon ku me ta afar shoqërimi i vazhdueshëm, e ku me ajo afar njoftësia që ka pas më herët. Ron uj vetëm për shkak se dikush i cili është i panjohshëm që s'pëdin ti se kush është ai të ka përcjellë atë lajm. Do thon personi duhet me pas kujdes. Për këtë arsye në ngjarjen e Aishës, kur kanë shpif për Aishën, laula yasmiyatuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha. Do thon disa prej sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka ndodhur ajo ngjarja e shpifjes që kanë bëu Aishës munafikat, edhe ka qenë ngjarje që wahyi nuk i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpallë nuk e ka zbrit përveç mas një muaje, edhe ka qenë ngjarje shumë e vështirë. Do thonë është akuzuar Aisha se ka bëu zina me Safwan ibn Mu'attil dhe aty është përfol, janë përfol, do të thonë njerëz të ndryshëm e kanë përfolën kon një që ju hinë në këtë fitnë 3-5 sahabive, pastaj janë pendu ata, mirë po ai i cili e ka udhëheq këtë far fitnë ka qenë Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, i cili ka dashur me në përkon nderin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur i norte Abu Ejub el-Ansari me gruën e vet ka thonë çështë kanë ndodhur. Ka thonë vallahi nuk dim për Aishën përveç se hajër. Edhe dikush pe grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të tjera për Aishën Zainab bin Jahsh ka thonë vallahi nuk e di për ta veç se hajër. Nuk e di që ka mundësi me ndodh kjo nga Aisha radhiyallahu anha. Nuk di nuk konvret diçka tek ajo. Se do të thotë edhe në qoftë se vren diçka ose përfolet tash njerëzit të ndryshëm në për mezhlise të ndryshme, për shembull ndodh ndonjë ngjarje dhe përfolet ajo ngjarje në për mezhlise të ndryshme, anive çka ndodhi, mas pari nuk vërtetohet, e dyta shtohet, nganjëherë edhe keq kuptohet. Për shembull në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë këndo lajme të cilat janë keq kuptuar. Për shembull, një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një mosmarrëveshje me gratë e tij. Dhe është izoluar pe tyne. Nuk i ka bot talak, nuk i ka shkorezu, po izolu. Se kanë kërku diçka për dynjas. Një muj det rresht, gati një muj det rresht, është izolu për tyne. Dhe Omer radiallahu anhu, që tregon ngjarjen Sahih Buhari, thot unë e kam pas zakon që, do thon, her pas here me shku njëherë me shku unë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mësu pe tij, pastaj me ardhë dhe më ja transmetu këtu një ansariut që e kisha shok. Njëherë ai shkante dhe më tregonte ngjarje që ndodhin edhe çka i thonte ato fjalë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Derisa njëherë thot më erdhi natën edhe më trokiti. A din tha çka ka ndodhur? Tha ka ndodhur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë krij gratë e tij. Hafsa ka qenë vajza e Omerit, që domethënë e ka thënë edhe vajzën që nuk kuptohet. Domethënë vajzën e Omerit radhiyallahu anhu. Atëherë thotë Omeri shkova më herë në namazin e sabahit. Edhe njerëzit ishin duke kajt, domethënë ishin duke çajt edhe duke përjetuar këtë farë ngjarje, edhe hina tha kërkua leja, apo po kërkon leja Omerit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha kur hina te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thash a ke shkurezu ti gratë tua? Tha jo. Thash Allahu akbar. Që do të thotë dikush ose munafikat ose dikush e ka shkuptu lajmin. Qysh? Domethënë se ka pas zakon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u izolu pe grave. Domethënë me ndajt në një vend caktuar, mos me ndajt me gratë e tij. Edhe kur është izolu, ata na kanë kuptuar që domethënë tash ka ndodhur shkurezimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë, mirë po dikush e ka keq kuptuar. Pra ka herë mundet dikush me bë diçka mirë po mo keq kuptuar ngjarjet. Edhe ajo që po vim që e cekëm edhe më herët, te ajeti kuranor fatabayinu, domethënë edhe çish është të zhvilluar ngjarja në të vërtetë, çish është konteksti që ka rrjedh ngjarje, jo veç është haberi i vërtetë, është lajmi i vërtetë. Pra njeriu duhet me pas kujdes, edhe në jetën e tij të përditshme, sidomos diçka në një qytet, në një katon, në një vend pak më të ngushtë ndodhin disa ngjarje, dikush përfolet, ja filoni apo veç ka bëni as seksine, edhe nuk vetet ai personi, po merret burimi i informacione, domethënë është tjetërkon. Prandaj duhet me pas muslimani kujdes. Mas pari tham, me vërtetu lajmin, me pas mendim të mirë për muslimanin, po edhe sa i përket çështjeve të tjera, sa i përket domethënë fake newsve ose dezinformatave, propagandave të ndryshme, njeriu nuk duhet mi besu gjithkujna. Mas pari duhet me ditë pe kujna pe merr. A është burim
kredibil, domethënë burim informacioni kredibil për me që duhet më mbështet në ta, apo jo. Në qovë se Allah Azza wa Jall ka thonë në Kur'an se në qovë se vjen një fasik, një gjunahqar, edhe pse musliman, atëherë konfirmon atëherë çish është rasti ose çish është puna me dikon i cili është jo musliman, i cili është rrejs, është islamofob, i cili hudh vazhdimisht gënjeshtra për kundër muslimanëve. Domethënë duhet me konfirmu, duhet me njeriu me konfirmu lajmet, sepse ato domethënë shpesh herë mund të thonë më konkrete për vërtet që është e përmena, po duhet me këshirë mas pari burimin, si dhe është burimi, a është burimi sakt apo jo. Se njerëzit edhe këta kanë problem. Domethënë me njëherë e pash dikon, vallahi ke shit dikush, kush e ka qit ata, vallahi se di vetëm se çështu kish ndodh. Po këshira është burimi sakt, as është. A është burim që duhet më referu na, është që burim që meriton, domethënë me referu ta në të kaj apo jo. Se shpesh herë nuk është ai burim, domethënë i cili duhet nga më referu, që duhet me marrë për bazë. Nëse spaku duhet me vepru që me marrë me rezervë. Masa ne me konfirmu lajmin, lusim Allahun Azza wa Jall më na bëj atyne të cilët i marrin ato mësimet e fesë dhe i praktikojnë në jetën e tyre, sidomos që kanë të bëjnë me çështjet madhore, çështjet edhe në konfirmimin e lajmeve, edhe në konfirmimin e çështjeve sidomos që ka të bëjnë me islamin ose me bartësit, me itharët e islamit, me dietarët ose edhe me vetë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se po ka dezinformata, vështirë është me pështu. Unë edhe ju tjerët edhe gjithkush pe juve kena qenë ndoshta të manipulum, mirë, po sa përqend kena qenë të manipulum, që kjo është aja që njeriu duhet me zvoglu këtë farë përqindjen e manipulimit, që kjo është aja është e kërkume, dhe pej disa që i përmena, atëherë njeriu mi marrë në jetën e tina, që mos me besu gjithkujna dhe mos me besu çfarë do lajmi, me konfirmu, mos me hesht, për ndodh pej ndonjë personit, me hesht edhe me pas mendim të mirë. Qëto janë ato që domethënë mund me u përmend, se përket këtina parimi kuranor, këtina rregull kuranor që ka përmend Allah Azza wa Jalla në Kur'an, po edhe kanë ardhur hadithet e tjera dhe disa prej ajete që i përmenda una më herët. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.